Si të ruajmë paqen tonë të brendshme kur të tjerët ankohen. Të gjithë kemi në rrethin tonë të ngushtë, familjar apo në shoqëri kudo qoftë, njerëz që vazhdimisht ankohen. Dhe sfida më e madhe është të dëgjojmë të tjerët pa u ngarkuar me energjinë e tyre. Kur dikush na drejtohet për të ankuar, është e lehtë të ndjehemi të lodhur, por ka mënyra të thjeshta për të ndihmuar pa e humbur paqen tonë. E para, bëhu një pasqyrë dhe jo një sfungjer. Sfungjeri thith çdo gjë dhe mbanat brenda vetes, duke u rënduar më shumë e më shumë. Ndërsa pasqyra lejon gjërat të kalojnë pa u ngjitur në të. Dëgjoj ata me zemër, por mos e merr barrën e tyre. Ti nuk je përgjegjëse për zgjedhjen e hallave të tyre. Je thjesht aty, si një prani e qetë. E dyta, vendosja e mburojjes së dritës. Përpara një bisede të tillë, vizualizo një rreth drite të bardhë ose ngjyrari që të rrethon. Mendo në vete dhe i thuaj: unë e dëgjoj këtë person me dashuri, por energjia e tij, e saj, mbetet tek ajo, dhe energjia ime mbetet e pastër. E treta, dëgjo pa u identifikuar. Njerëzit shpesh duan vetëm të dëgjohen. Ata nuk kanë nevojë as për këshilla, as për asgjë, por thjesht duan që të shfryhen. Atëherë përdor pohime të thjeshta, si: të kuptoj, ose më vjen keq që po e kalon këtë. Pa e lejuar veten të përfshihesh emocionalisht në dramën e tyre. Ktheje bisedën drejt dritës. Pasi të ketë përfunduar, mund të thuash: e di, është e vështirë kjo që po kalon, por unë besoj se do të gjesh forcën për ta kaluar. Kjo i ndihmon ata të dalin nga gjendja e ankesës dhe i kthen drejt shpresës. Një pyetje për fund: a e keni të vështirë të ruani energjinë tuaj kur të tjerët ju ngarkojnë me shqetësime? Si ja dilni mban? Ndani mendimet tuaja më poshtë.